U përkujtua në hot të Malësisë së Madhe 114 vjetori kryengritjes kundër ushtrisë perandërisë osmane të udhëhequr nga Dexholuli. Ajo kryengritje kulmoi me ngritjen e flamurit kombëtar në bratil të Deçiçit me 6 prill të vitit 1911, jehona e së cilës u përhap në të gjitha trojet shqiptare nga veriu në jug. Aktiviteti përkujtimor nisi me ngritjen simbolike të flamurit në lapidarin kushtuar kësaj ngjarje nga kryebashkiaku Tonin Marinaj për të vijuar me vendosjen e kurorave në përkujtim të trimave dhe të Malësisë që luftuan për flamur dhe mbrojtje të truallit amtar. Ndërimi ndaj atyre u theksua edhe në fjalimet përshëndetëse kushtuar kësaj kryengritje. Që në kohën e Skënderbeut, për herë të parë u ngrit flamurin hot. Me në krye Dexholulin, burrat e Malësisë, e burrat e Shkodrës së Dugazinit, ku një vit më mrapan u njoft dhe pavarësia e Shqipërisë. Por pararoja e kësaj ishin malësorët e Malësisë Madhe, që në shekuj luftun kundër çdo lloj pushtuesit apo agresionit, edhe e kanë tregu veten duke dhënë edhe jetën për të mbrojtur këto toka dhe për ta gëzuar ne këtë pavarësi që sot jena të begat dhe të lumtur dhe liria jon argjaja më e shenjtë. Dhe ne kujtojmë çdo vit, që edhe fëmijët tonë ta kujtojnë, ta vlerësojnë, mos e harrojmë asnjëherë këtë datë, mos e harrojmë kur luftën. Siç e dimë gjithë, kryengritja shpërtheu më 24 mars të vitit 1911, jo larg, këtu në Rapsh kur u sulmuan, do thotë thjesht fortifikata osmane. Gjatë kryengritjes do të pas parasysh se kur flasim për kryengritjen e Malësisë, nuk është fjala për një ushtri tregut që shpesh disa mendojnë, por është fjala do thotë për malësor, të cilët janë thjesht vullnetar, dhe në start do të pas parasysh se mas e gjysma ishin të parë matosur, dhe një pjesë të mirë të armatimit e kanë marrë nga vetë armiqtë e tyre kur i mundin. Një ndër ngjarjet e cila vlen për të cekë është kjo e sotmja, pra thot me 6 prill, dhe fjala është ngritja e flamurit nga Nik Xheloshluli, një i afërm krejt, pra një kushëri i Dexholulit në Deçiç, i cili do të mbesi i vrarë me 3 maj të vitit 1911. Aktiviteti vijoi me pjesë artistike nga nxënësit e shkollës së Hotit, kryengritja e Malësisë e vitit 1911 dhe flamuri ngritur me 6 prill janë vlerësuar si një ngjarje me rëndësi të madhe historike, pasi mbi 3000 malësorë të bashkuar dhe të prirë nga Dexholuli u kthyen në simbol qendrese për mbar trojet shqiptare për të arritur një vit më pas në shpalljen e pavarësisë në Vlorë në 28 nëntorin e 1912-s.